Shpesh kur flasim për civilizimet e lashta, mendja na shkon te Roma, Persia apo Egjipti. Por në gadishullin ilirik të përgjakur nga perandori, pushtues e ideologji, ka ekzistuar një shtet që jo vetëm sfidoi të mëdhenjtë të kohës, por për shekuj të tërë ishte zemra dhe forca lëvizëse e Ilirisë. Një emër që më vonë do të fshihej nga hartat, do të zëvendësohej me emra të tjerë dhe historia e tij do të mbulohej nga pluhuri i harresës. Në këtë video do të zbulojmë një të vërtetë mahnice. Ai ishte Kosova, qendra e një shteti të lashtë ilir që ndikoi fatin e të gjithë gadishullit ilirik. Nëse je këtu sepse historia e shqiptarëve të lashtë të magjeps dhe sidomos ato pjesë që askush si përmend, atëherë je në vendin e duhur. Një like dhe një abonim në Histori Epike na ndihmon që të vazhdojmë të sjellim këto të vërteta të heshtura në dritë. Mos harro, kështu e mbajmë gjallë kujtesën e paraardhësve tanë. Sipas burimeve antike, Dardania ishte një mbretëri ilire që shtrihej kryesisht në territorin e sotëm të Kosovës, por përfshinte gjithashtu pjesë të veriut të Shqipërisë, të Maqedonisë së Veriut, Serbisë Jugore dhe madje deri në Sanxhak. Emri Dardania përmendet për herë të parë nga historiani grek Hekateu i Miletit në shekullin e 6 para erës sonë. Ai e përshkruan Dardaninë si një rajon që ndodhet në veri të Maqedonisë dhe të Pajonisë. Më vonë, historiani romak Plini Plaku përmend Dardaninë si një provincë që shtrihet në viset e sotme të Kosovës. Një përmendje e fuqishme vjen edhe nga Strabioni, gjeografi i famshëm grek, i cili në veprën e tij shkruan: Dardanët janë njerëz të egër që jetojnë në male, por janë të shkathët në luftë dhe të pasur me minjera. Që atëherë, e deri në shekullin e 4 pas erës sonë, emri Dardani do të përdorej në dokumente zyrtare të Romës dhe Bizantit. Etimologjia e emrit Dardani është po aq interesante. Disa studiues besojnë se vjen nga fjala ilire Dardha, një pemë e përhapur në rajonin e Kosovës, ndaj Dardania do të thotë toka e dardhave. Të tjerë, si studiuesi britanik John Wilkes, sugjerojnë një lidhje të emrit Dardan me fisin e Dardanëve të Trojës, duke ngjallur një teori se Dardanët e Ilirisë dhe ata të Trojës mund të kenë origjinë të përbashkët. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë Kosova ka një lidhje të drejtpërdrejtë me mitet themeluese të qytetërimit evropian. Dardania nuk ishte thjesht një territor i banuar nga ilirët. Ajo ishte një shtet i organizuar me mbretër të njohur historikisht si Longari, Monuni, Batu Dardani, të cilët kishin ndikim në marrëdhëniet rajonale. Kryeqyteti i tyre besohet të këtë qenë Skupi apo Shkupi i sotëm dhe më vonë Naisusi apo Nishi i sotëm. Dardanët kishin institucione vendimarrëse, mbrojtje të kufive dhe një ushtri të rregullt. Kjo nuk ishte një bashkësi fisesh, ishte një shtet i mirëfillt, që shpeshherë ishte aleat ose armik i fuqive më të mëdha si Maqedonia apo Roma. Kjo e bën Dardani një nga formacionet më të zhvilluara shtetërore të Ilirisë. Straboni në gjeografinë e tij i përmend ata si një nga 3 popujt më të fortë ilir. 2 të tjerët ishin ardianët dhe autariatët. Në Dardani lulëzuan qytete si Ulpiana, afër Lipianit të sotëm, Teranda, Vicianiumi apo Vushtria, Artana, Naisusi apo Nishi i sotëm, Municipium Dardanorum apo Dardania e sotme, të cilat kishin rrugë të shtruara me gur, kanalizime, tempuj dhe forume publike. Qyteti i Ulpianës afër Prishtinës së sotme quhej Splendor Dardania apo shkëlqimi i Dardanisë. Vetëm qytetet e një shteti të fortë mund të ndërtonin kaq shumë struktura të përparuara. Dardanët nuk ishin njerëz malor të shpërndar, ishin banor të qyteteve të organizuara me jetë gjallë kulturore, ekonomike e politike.
Dardania njihej në antikitet si toka e metaleve të çmuara. Minierat e Artanës, Trepçës, Novobërdës ishin të famshme qysh në kohën e romakëve. Këto miniera prodhonin argjend, ar, plumb, zink dhe hekur që përdorej jo vetëm për tregti, por edhe për prodhimin e armëve. Ekonomia e Dardanisë ishte e bazuar në burime të brendshme, në artizanat dhe në tregti me pjesë të tjera të Ilirisë, Maqedonisë, madje deri në Rom. Dardanët njiheshin si luftëtar të pathyeshëm. Historianët antik përmendin se Dardanët ishin të vetmit që Maqedonia nuk mundi t'i nënshtronte plotësisht. Filipi II dhe Aleksandri i Madh ndërmorën disa fushata kundër Dardanisë, por asnjëherë nuk arritën ta pushtonin krejtësisht. Në shekullin e dytë para erës sonë, mbreti Bato Dardani organizoi disa betejë kundër Romës, duke u bërë një nga liderët më të rrezikshëm për perandorinë. Ushtria Dardane ishte e mirë strukturuar, me kalorësi, këmbësori dhe një art të veçantë të luftës malore, strategji që u përdor edhe shekuj më vonë nga luftëtarët shqiptar. Njën nga pasuritë më të mëdha të Dardanisë ishte kultura shpirtërore dhe artistike. Statuja e famshme Hynesha në Fron është një nga simbolet më të fuqishme të trashëgimisë ilire që sot ndodhet në Muzeun e Kosovës. Kjo figurë përfaqëson një perëndi femërore, nën, të lidhur me pjellorin, tokën dhe universin, një dëshmi e rëndësishme për kultet matriarkale që kanë bjetuar deri në folklorin shqiptar. Shumë prej riteve, veshjeve dhe motiveve të gdhendura në stolitë e Dardanisë kanë ngjashmëri të habitshme me kulturën tradicionale shqiptare sot. Arkeologët kanë zbuluar 10 vareza, tempuj dhe vegla artizanale që tregojnë për një kulturë të pasur dhe të veçantë. Dardanët kishin stil unik të stolisjes, mënyra të veçanta varrimi dhe mbartnin simbole që nuk gjenden tek fiset greke apo romake. Në vitin 75 para erës sonë, Dardania u bë një nga provincat më të vështira për të nënshtruar nga ushtria romake. Madje për dekada të tëra, Dardanët organizuan kryengritje masive kundër romakëve për të mbrojtur lirinë dhe territorin e tyre. Pas pushtimit të plotë nga Roma në shekullin e parë para erës sonë, Dardania bëhet provincë romake. Gradualisht, emri Dardani fillon të zbehet dhe zëvendësohet nga emërtimet e reja administrative si Moesia ose Dacia Mediterane. Por rënja më e rëndë ndodhi me ardhjen e slavëve dhe më vonë osmanëve, të cilët jo vetëm që shkatëruan trashëgiminë e Dardanisë, por edhe fshin vetdijen historike për këtë shtet. Qëllimi ishte i qartë, të zhbëhej çdo kujtim për një shtet lashtë që kishte qendër në Kosovë dhe që përfaqësonte kontinuitetin iliro-shqiptar. Megjithatë, kujtimet e Dardanisë mbetën tek shqiptarët, në legjendat, në toponimet dhe në gjakun që trashëgojmë. Sot, shumë shqiptar nuk janë të vetëdijshëm që Kosova ka qenë jo periferia, por qendra e një shteti i lirë, një shteti me rëndësi strategjike, kulturore dhe politike. Dardania ishte një komb që luftoi për liri, zhvilloi qytete, kultivoi artin dhe ruajti identitetin për shekuj me radhë. Historia e saj është historia jonë, dhe nuk mund të lejojmë që të mbetet e fshehur nën hije të pushtimeve e propagandës. Dhe Kosova, që sot përpiqet të fitojë njohje ndërkombëtare, ka qenë qendër shtetformuese shumë kohë më parë, në zemër të Ilirisë. Nëse kjo video ju ka dhënë krenari, ndajeni me të tjerët, sepse sa më shumë që dim për të kaluarën tonë, aq më të fortë dhe më të vetëdijshëm bëhemi si komb. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.